Po sepse ari është shqetësim i madh, kolona të gjata krijohen nëpër rrugët e Prizrenit, përveç banorëve rezident të kësaj komune, ka shumë njerëz cilët e vizitojnë Prizrenin, edhe janë në numër të madh dhe gjithmonë në orët nga ora 11 deri vonë ka kolona nëpër shumë rrugë, përgjithësi Drejtoria e Shërbimeve Publike i ka krijuar disa rrethrotullime që po mendon se do të shkarkoj pra komunikacionin, një rrethrotullim që është bërë i ri në rrugën shumë të frekuentuar e Kremregja, po jep rezultatet e para dhe një pjesë e veturave cilat qarkullonin për në rrugën kryesore që lidh me rrugën unazore, po lëvizin prapa kompleksit të banesave deri tek lagja Bajramsur dhe tash në rrethrotullimin i cili më herët ishte i ngarkuar tek vendi i quajtur Bellona, siç e njohin aty ashtu Prizrenazit, edhe aty pak është shkarkuar dhe urojmë që edhe ky projekt të jep frytet e veta dhe në të ardhmen të kemi më pak probleme në komunikacion. Po, natyrisht, kur punohet dhe kur ka investime, atëherë dhe vërehet me njëre rezultati. Nëse s'ki diçka me shtu të përshëndes, faleminderit shumë edhe punëtorëve aty një punë të marrë dhe ta përfundojnë sa më shpejt, që kur të vina në Prizren me konë këtë 0-0. Po, në rast se vini nga Suareka, po jo përdor një autostradë. Po, mujna me bo një varë si road trip me përkujtuat rrugën e vjetër. Nga njerë është mirë, pse jo. Faleminderit shumë, të përshëndes, edhe ndëgjohemi në emisionet e radhës, ndëgjuat për edhe pat me pamje në